Telashet e brendshme politike po ja rrezikojnë Kosovës me miliona euro. Vendi po rrezikon të humbas miliona euro nga plani i rritjes së Komisionit Evropian për vitet 2024 dhe 2025 për shkak të vonesave në formimin e qeverisë, teksa ende nuk është gjetur asnjë zgjidhje mes subjekteve parlamentare. E derisa Kosova është në këtë gjendje, vendet e rajonit vetëse i kanë marrë edhe këstet e dyta nga Komisioni Evropian. Kuverni nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Ky komision ka sqaruar për Kallxo.com se Kosova mbetet e kualifikuar për të përfituar fondet e dedikuara për të, ka përkujtuar se si kosht mbetet hyrja në fuqi e marrëveshjeve dhe plotësimi të gjitha kushteve të tjera për pagesë. Ekspertët e fushës në anën tjetër vlerësojnë se nëse nuk arrin të ratifikohet marrëveshja në kuvend, Kosova mund të humbas milionat për 2 vitet e para. Mekanizmi i reformave dhe rritjes është një instrument i kufizuar në kohë për vitet 2024-2027 dhe gjithsej Kosova për këto 4 vite mund të fitojë deri në 882 milion euro fonde normal nëse arrin të përfundojë procedurat me kohë. Pa ratifikimin e këtyre marrëveshjeve, Kosova nuk mund të bëjë kërkesë për pagesë në kuadër të këtij mekanizmi, tha Komisioni Evropian për Kallxo.com. Donika Emini, hulumtuese në grupin këshilldhënës në Europë për politikat e Ballkanit, e thot shkurt dhe qartë: po, ekziston rreziku real që Kosova të humbas një pjesë të fondeve të parapara për vitet 2024 dhe 2025 nëse marrëveshja nuk ratifikohet në kuvend brenda një afati të arsyeshëm. Derisa fondet janë të alokuara për secilin shtat nga fillimi, ato nuk janë të garantuara, mund të shfrytëzohen vetëm pasi vendi të përmbush kushtet dhe ratifikon marrëveshjet që i mundson çastin e to, tha Emini për Kallxo.com. Emini thot se duke marrë parasysh se vendet e tjera në rajon tashmë kanë ecur përpara dhe kanë marrë këstet e para, Kosova rrezikon të mbetet prapa dhe potencialisht të humbas një pjesë të fondeve që nuk mund të realokohen më vonë. Deri tani, BE-ja nuk ka dhënë asnjë sinjal të qartë nëse Kosova mund të humbas këto fonde, por asgjë nuk është e garantuar. Në një kontekst gjeopolitik të paparashikueshëm si plani i rritjes, ashtu edhe çësia e gjerë e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor mund të ndryshojnë. Prandaj do të ishte një gabim i madh që Kosova të marrë këtë gjë si për të mirëqinë, tha Donika Emini. Edhe Njomza Arifi, drejtore e grupit për studime ligjore dhe politike, thot se në mungesë të ratifikimit Kosova është duke rrezikuar seriozisht përfitimin nga fondet që në rrethona të tjera në momentin e ratifikimit të kësaj marrëveshje në kuvend, Komisioni Evropian është zëtuar të ekzekutojë 7% të kësaj shume apo rreth 61.8 milion euro. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha për Kallxo.com se ka një propozim që të ketë nismë ligjore për ratifikimin nga vetë deputetët, por që as vetë nuk e din nëse një gjë e tillë është bërë ndonjëherë më parë. Ministre, kam një pyetje në lidhje me planin e rritjes. Përpos këtyre pjesëve tjera buxhetore, Kosova po rrezikon me hup edhe një pjesë të milionave nga plani i rritjes, që në bazë të vlerësimeve mundën me qenë të vitit 2024 dhe të vitit 2025. Qysh keni mja bos që Kosova mos me hup këto miliona që janë kogja shumë, sidomos janë më shumë në infrastrukturë dhe në mjetes. Tash mjetet mund të vënohen, por aktualisht nuk ka ndonjë rrezik të humbjes në afat shkurt. Momentin kur bën 2 vite prej se mjetet janë vënë në dispozicion me Sadi, nëse më kujtohet sakt, është që mund të realokohen pastaj te një shtet tjetër, nëse shteti përkatës nuk i shfrytëzon prej momentit që janë vënë në dispozicion. Ende kemi kohë. Normalisht që vonesat në pranimin e këtyre mjeteve janë kosto oportune për ekonominë e vendit, për buxhetin e shtetit, sepse sa më shumë likuiditet që ka ekonomia, mund të ketë edhe më shumë mbështetje për bizneset, për familjet, për gjithë ekonominë e vendit. Se si do të veprohet tutje, ka dhe këtu mënyra se si të shkohet tutje, pra përmes një sponsorizimi qoftë nevoja, sepse ligji e parasheh që qeveria në detyrë nuk mund të procedoj apo të inicoj marrëveshje ndërkombëtare që kërkojnë ratifikimin në kuvend, por në konsultim me subjekte tjera politike, krejt çka duhet është të ketë vullnet politik dhe zgjidhja gjendet. Pra ne mund të dakordohemi që kjo është zgjidhja përpara, ky është konsenzusi, mund të ketë edhe nismë ligjore, pra projekt ligj për ratifikim nga vetë deputetët e kuvendit,
Nuk di që është bën ndonjëherë më parë, por me që jemi në situata të jashtëzakonshme, duhet të kërkojmë edhe zgjidhje të jashtëzakonshme dhe një gjë e tillë do të mund të bëhej. Kurse presidentja Vjosa Osmani i ka propozuar kryetarëve të partive politike që ta procedojë vetë në kuvend planin e rritjes, duke shtuar se aq më shumë që ka vonesa, aq më shumë humbasin qasje në këto fonde. Me dakordim të partive politike për procedim të buxhetit dhe planit të rritjes, një instrument i Bashkimit Evropian nëpërmjet cilës Kosovës i jepen mbi 800 milion euro dhe sa më shumë që kemi vonesa, aq më shumë ne mund të humbasim qasjen në këto fonde. Propozimi jem ishte që sipas nenit 79 të Kushtetutës, që në qoftë se ata nuk dakordohen që këto të inicohen si nisma legjislative nga qeveria, atëherë atë detyrim ta marr unë dhe si presidente ti procedoj edhe zgjatjet buxhetore edhe planin e rritjes si ligje në kuvend. Kosova tashmë ka më shumë se 8 muaj pa institucione të reja. Mandatari i parë për qeverinë, Albin Kurti, ka dështuar të marrë votat e nevojshme në kuvendin e Kosovës për formimin e qeverisë Kurti 3. Për të kanë votuar vetëm 56 deputet, kurse partitë e ish opozitës kanë votuar kundër, ndërsa kanë qenë edhe 4 abstenime.